ma shojnë, betin e lapis, shojnë në asëllin, perëndim mbi shtëpi, si ma shojnë, zemër që slove, vetëria vjen, të kapite, Amen. Në duart e shenjtorëve, shpresa e shërbimit, në duart e ëngjëjve, këmban aty, që i hapet lart, mbretëria zbret. Buhetar, më të zhula në serve, sot të bekoj, paqja dhe gëzimi I Zotit me ty edhe në familjen tënde. Perëndim mbi shtëpi, eci ma shojnë, në zemra që slove, mbretëria vjen, toka dridhet, rishohet. Amen. Në qiell bubullon, në thirrje dëgjohet, flamuri I dritës, mbi ne vallëritet. Këmbët që trokasin, toka tundet poshtë, forca hyjnore, asgjë s'na ndalon dorë. Mateo Mister dhe Zotit të bekov, betin e lapis, shojnë në asëllin, perëndim mbi shtëpi, eci ma shojnë, me zemër që slove, mbretëria vjen, toka dridhet, rishohet. Mira misterve, Zotit të bekov, Një dritë hapet qelë, syrat I qiellit, këndojnë pa ndërprer, në përulen para tronit të ty, larti jepet, mbreti të përjetësis. Hapi, nuk ka thim prapa, drita na prin, zemra zjakan brenda. Si ma shojnë, mbretin e lapis, zhvek në asëllin, perëndim mbi shtëpi, si ma shojnë, zemra që slove, mbretëria vjen, toka dridhet, rishohet. Shpata e drejtësisë, në duart e shenjtorëve, shpresa e shërbimit, në duart e ëngjëjve, këmban aty, që I hapet lart, mbretëria zbret. Buhetar, eci ma shojnë, mbretin e lapis, shojnë në asëllin, perëndim mbi shtëpi, eci ma shojnë, zemra që slove, mbretëria vjen, toka dridhet, rishohet. Amen. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Prezencën e Zotit toka dridhet dhe ndriçohet. Pra të dashur motra dhe vëllezër, paqja e Zotit qoftë mbi secilin prej jush. Mirëserdhje manushaqe, Zoti të bekoft. Ju uroj mirëseardhje në këtë kohë të bekuar, të leximit dhe të meditimit të fjalës së Perëndisë. Jonuz, mirëseardhje, Zoti të bekoft. Jemi të gëzuar që jeni sot me ne në live dhe ju përshëndesim me dashuri
edhe ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë live. Sot do të ndalemi tek libri i Eksodit në kapitull 3 dhe 4, ku do shohim thirrjen e Perëndis dhe durimin e tij me Mojsiun, dhe do shohim dhe librin e Ungjillit të Mateut në kapitullin 15, ku Jezusi na mëson se besimi i vërtet fillon nga zemra. Le të përgatisim zemrat tona për të dëgjuar zërin e Zotit. E hapim një lutje. Haleluja, Atë Qiellor, faleminderit për këtë moment thirrje që na ke dhënë për të hapur fjalën tënde. Ashtu siç i fole Mojsiut nga shkurja që digjet dhe siç fole përmes Jezusit për zemrën e pastër, folna edhe ne sot në jetën tona. Na hiq çdo frikë dhe çdo pengesë nga zemrat tona dhe na ndihmo të dëgjojmë zërin tënd dhe të bindemi ty. Le të na udhëheq fryma jote shenjtë në çdo varg që do të lexojmë. Lutemi në emrin e çmuar të Jezusit e themi amen. Amen. Hapim së bashku Biblat pra tek Eksodi. Libri i dytë i Biblës është Eksodi dhe hapim në kapitullin 3. Perëndia i shfaqet Mojsiut në ferrishten që digjet. Japim të gjithë Biblat bashk. Tek Eksodi kapitulli 3, ndërkaq Mojsiu populloste kopenë e Jethros, vjerit të tij, dhe prifti Madianit. Ai e çoi kopenë me atanshkët të tirës dhe arriti në malin e Perëndis në Horeb. Dhe angjëlli i Zotit ju shfaq një flak zjarri në mes të një ferrishte. Mojsiu vështroi dhe ja ferrishtja po digjej nga zjarri, por nuk konsumohej. Përshëndetje Marko, mirë se ke ardhur. Jemi duke lexuar nga libri i Eksodit nga Bibla. Jemi në kapitullin 3 në vargun 3. Atëherë Mojsiu tha: "Tani do të zhvendosen për të parë këtë shfaqje madhështore. Pse ferrishtja nuk po konsumohet?" Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë, por Perëndia e thirri nga mesi ferrishtes dhe i tha: "Mojsi, Mojsi", ai u përgjigj: "Ja ku jam." Perëndia tha: "Mos u afro këtu, hiqi sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilën ndodhesh është vend i shenjtë." Pastaj tha dhe këto fjalë: "Unë jam Perëndia e atit tënd, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut, Perëndia e Jakobit." Dhe Mojsiu fshi fytyrën e tij sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha: "Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij." Përshëndetje Motër Mariana, mirë se erdhe. Jemi duke lexuar nga Bibla, jemi tek Eksodi kapitulli 3, jemi në vargun 8. Kështu zbrita për të çliruar nga dora e egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt, në vendin ku ndodhen Kananejt, Hitejt, Amorejt, Prezrejt, Hivejt dhe Jebusejt. Dhe tani ja britma e bijve të Izraelit ka arritur deri tek unë dhe kam parë gjithashtu se si egjiptasit i shtypin. Prandaj eja dhe unë do të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit nga Egjipti. Por Mojsiu i tha Perëndis: "Kush jam unë që të shkoj te faraoni dhe t'i nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti?" Perëndia tha: "Unë do të jem me ty dhe kjo do të jetë për ty shenja që të kam dërguar unë. Kur ta kesh nxjerr popullin nga Egjipti, ju do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal." Atëherë Mojsiu i tha Perëndis: "Ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit dhe t'u them, Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju, po të jetë se ata më thonë, cili është emri i tij, ç'përgjigje duhet t'i jap?" Perëndia i tha Mojsiut: "Unë jam ai që jam." Pastaj tha: "Do t'ju thuash kështu bijve të Izraelit: Unë jami më ka dërguar tek ju." Perëndia i tha akoma Mojsiut: "Do t'u thuash kështu bijve të Izraelit: Zoti Perëndia e jetërve tuaj, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im për jetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im me të cilin do të kujtohem nga të gjithë breznit. Shko dhe mblidh pleqtë e Izraelit dhe u thuaj atyre: Zoti Perëndia e jetërve tuaj, Perëndia e Abrahamit, Isakut, Jakobit më shfaq duke thënë: Unë patjetër ju kam vizituar dhe kam parë atë që ju bëj në Egjipt. Dhe kam thënë, nga shtypja e Egjiptit do t'ju çoj në vendin e Kananeve, të Hiteve, të Amoreve, të Pereznive, të Hivejve dhe të Jebusejve, në një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt.
Dhe ata do t'i binden zërit tim, dhe ti dhe pleshtë e Izraelit do të shkoni te mbreti e Egjiptit dhe do t'i thoni: Zoti Perëndia e Hebrejve na doli përpara dhe tani na lër të shkojmë dhe të bëjmë 3 ditë rrugë në shkët të tjerë dhe t'i bëjmë fli Zotit Perëndis ton. Por unë e di që mbreti i Egjiptit nuk do t'ju lejoj të shkoni, veç po t'jeti shtrënguar nga një dorë e fuqishme. Atëherë unë do të shtrit dorën time dhe do ta godasë Egjiptin me të gjitha mrekullitë që unë do të bëj në mes të tyre, pas kësaj ai do t'ju lër të ikni. Dhe do t'i jap këtij popullit të mira përpara syve të egjiptasve dhe do të ndodh kur të niseni nuk do të shkoni duar bosh. Por çdo grua do t'i kërkoj fqinjës së saj dhe gruas që banon në shtëpinë e saj sende argjendi, sende ari dhe rroba dhe ju do t'u avini në 7 bijve dhe bijave tuaja, kështu do t'i zhvishni egjiptasit. Tani shohim së bashku, meditojmë bashkë mbi kapitullin 3 të Eksodit, shohim vargun kyç, për mbledhjen edhe mësimet që dalin nga ky kapitull. Vargu kyç të Eksodit 3 është vargu 14. Unë jam ai që jam, kur Zoti i thot Mojsiut. Për mbledhja, Perëndia i shfaqet Mojsiut në një mënyrë të jashtëzakonshme, në një shkurrë që digjet, por që nuk digjet plotësisht. Mojsiu ishte një bari thjesht, por Perëndia e thirrri me emër dhe i zbuloi planin e tij të çlironte popullin e Izraelit nga skllavëria e Egjiptit. Zoti i tregon Mojsiut se ai ka parë vuajtjet e popullit, ka dëgjuar britmat e tyre dhe tani po vepron. Edhe pse Mojsiu ndihet i papërshtatshëm dhe i friksuar, Perëndia i premton praninë e tij dhe i zbulon emrin e tij të shenjtë, Unë jam, Perëndia që është gjithmonë i pranishëm. Haleluja. 4 mësimet nga ky kapitull, nga kapitulli 3 i Eksodit janë. Mësimi i parë, Perëndia na thërret edhe në jetën e përditshme. Ai e thirrri Mojsiun ndërsa ishte duke ruajtur delet. Mësimi i dytë, toka bëhet e shenjtë kur Perëndia është aty, kur prezenca e Zotit është aty. Paprania e Zotit e ndriçon çdo vend dhe e shenjtëron. Mësimi i tretë, Perëndia sheh dhe dëgjon dhimbjet. Asnjë vuajtje nuk është e padukshme për Zotin. Haleluja. Haleluja. Mësimi 4, Perëndia nuk dërgon vetëm, ai shkon kudo ku na nis neve. Premtimi i tij është i thjeshtë dhe i thot Mojsiut, unë do të jem me ty. Bëjmë një lutje duke medituar rreth këtij kapitulli dhe pastaj lexojmë së bashku kapitullin 4. O Zoti i gjallë, faleminderit që na flet edhe sot. Na ndihmo të njohim zërin tënd dhe të kuptojmë që ti je me ne edhe kur ndjehemi të vegjël ose të dobët. Të lutem t'i hapësh sytë tanë për të parë praninë tënde dhe zemrat tona për t'u bindur thirrjes tënde. Ti je, unë jam. Prandaj, Perëndia që nuk ndryshon dhe që nuk na lë kurrë vetëm. Ne lutemi në emrin e Jezusit dhe themi amen. Tani hapim së bashku Biblat në kapitullin 4 të Eksodit. Perëndia i jep Mojsiut pushtet të bëjë mrekulli. Zoli përshëndetje, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Mojsiu përgjigj dhe i tha: Por ja, ata nuk do të më besojnë, as do t'i binden zërit tim, sepse do të thonë, Zoti nuk të është shfaqur. Atëherë Zoti i tha: Ç'është ajo që ke në dorë? Ai u përgjigj: Një bastun. Zoti tha: Hidhe për tokë. Ai hodhi për tokë dhe ai u bë një gjarë përpara të cilit Mojsiu iku me vrap. Atëherë Zoti i tha Mojsiut: Zgjati dorën dhe kape nga bishti. Ai zgjati dorën dhe e mori dhe në dorën e tij ai u bë një bastun. Këtë ke për të bërë, tha Zoti, me qëllim që të besojnë se Zoti Perëndia e jetërve të tyre, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit është shfaqur. Zoti tha akoma: Tani vër dorën në gjirin tënd, dhe ai e vuri dorën në gjë dhe pastaj e tërhoqi
dhe Jadora ishte lebrozur, e bardhë si bora. Zoti i tha akoma, vëre përsëri dorën në gjirin tënd. Ai i vuri përsëri në dorën në gjirin e tij dhe pastaj e tërhoqi nga gjiri dhe ja, ajo ishte bërë njësoj si mishi i tij. Tani ka për të ndodhur që, po t'jetë se nuk do të besojnë dhe nuk e dëgjojnë zërin e shenjës së parë, do të besojnë zërin e shenjës së dytë. Por në rast ata nuk do të besojnë as këtyre as dy shenjave dhe nuk do t'i binden zërit tënd, ti atëherë merr ujë nga lumi dhe derdhe mbi tokë të thatë dhe uji që do të kesh marrë nga lumi do të bëhet gjak mbi tokën e thatë. Atëherë Mojsiu i tha Zotit, mjerisht o Zot, unë nuk jam njeri i gojës, nuk isha i tillë në të kaluarën dhe nuk jam i tillë që kur i ke folur shërbëtorit tënd, sepse jam i ngathët në fjalë dhe në kuvend. Zoti i tha, kush e ka bërë gojën e njeriut? Ose kush e bën njeriu të pagojë të shurdhër me sy ose të verbër? A nuk jam unë vallë, Zoti? Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënde dhe do të mësoj atë që duhet të thuash. Por Mojsiu tha, oh Zot, dërgo mesazhin tënd nëpërmjet kujt të duash. Atëherë zëmërimi i Zotit u ndes kundër Mojsiut dhe i tha, a nuk është ndoftë Aroni vllai yt Leviti? Unë e di që ai flet bukur. Ja tani ai do të po del të takoj, sa të të shoh do të ndjej gëzim në zemër të vet. Ti do t'i flasësh, do t'i vësh fjalët në gojën e tij dhe unë do t'jem me gojën tënde dhe me gojën e tij dhe do t'ju mësoj atë që duhet të bëni. Ai do t'jetë zëdhënësi yt në popull, kështu ai për ty do t'jetë goja dhe ti do t'jesh si Perëndia. Tani merr në dorë bastunin të cilin ke për të bërë mrekulli. Atëherë Mojsiu iku, u kthye te Jethro fjeri i tij dhe i tha, oh, lërm të shkoj dhe të kthehem te vëllezërit e mi që janë në Egjipt, për të parë nëse ende janë gjallë. Dhe Jethro i tha Mojsiut, shko në paqe. Zoti tha Mojsiut në Midian, shko ktheu në Egjipt, sepse të gjithë ata që kërkonin jetën tënde kanë vdekur. Kështu Mojsiu mori të shoqen dhe bijtë e tij, i hipi mbi gomar dhe u kthye në vendin e Egjiptit, dhe Mojsiu mori në dorë bastunin e Perëndis. Zoti tha pastaj Mojsiut, kur ti jesh kthyer në Egjipt, do të kujdesesh të bësh para faraonit tërë mrekullitë që të kam dhënë pushtet të kryesh. Por unë do ta gurtësoj zemrën e tij dhe ai nuk do ta lër popullin të shkojë. Dhe ti do t'i thuash faraonit, kështu thot Zoti, Izraeli është biri im, i paralinduri im. Prandaj unë të them, lëre birin tim të shkojë që të më shërbej, por në qoftë se ti nuk e lë të shkojë, ja unë do të vras birin tënd të paralindurin tënd. Por gjatë udhëtimit, në vendin ku kishin fushuar, Zoti shkoi të takojë Mojsiun dhe u përpoq ta bënte të vdiste. Atëherë Sefora mori një strall të mpret dhe preu lafshën e të birit të saj dhe e hodhi në këmbët e Mojsiut duke thënë, ti je për mua një dhëndër në gjak. Kështu Zoti e la. Atëherë ajo tha, ti je një dhëndër gjakatar për shkak të rrethprerjes. Zoti i tha Aronit, shko në shkretëtir të takosh Mojsiun, dhe ai shkoi e takoi atë në malin e Perëndis dhe e puthi. Dhe Mojsiu i tregoi Aronit tërë fjalët që Zoti i kishte porositur të thoshte dhe tërë shenjat e mahniqshme që i kishte urdhëruar të bënte. Atëherë Mojsiu dhe Aroni shkuan dhe mblodhën tërë pleqt e bijve të Izraelit. Dhe Aroni tregoi tërë fjalët që Zoti kishte thënë Mojsiut dhe bëri mrekulli në sy të popullit. Kështu populli besoi, ata kuptuan që Zoti kishte vizituar bijtë e Izraelit dhe kishte parë dëshpërimin e tyre, dhe u përkullën dhe e adhuruan. Haleluja! Mirë se erdhe Mimoza, mirë se erdhe Motër Margarita, gëzimi i Zotit me ju, paqja e Zotit në jetën tuaja, në shtëpitë tuaja, në gjithë shka që keni, paqja dhe mbarësia e Zotit qoftë. Tani shohim së bashku të meditojmë mbi kapitullin 4 të Eksodit. Shohim vargun kyç, është vargu 12. Unë do t'jem me gojën tënde dhe do të mësoj çfarë të flasësh. Kur Zoti i thot Mojsiut. Për mbledhja, Mojsiu vazhdon të flasë me Perëndin, por tani shfaq frikën dhe pasigurinë e tij. Ai e pyet, po sikur të mos më besojnë. Zoti jep shenja për të treguar fuqinë e tij, por Mojsiu përsëri heziton dhe thot se nuk di të flasë mirë. Perëndia e kujton se është ai që e krijoi gojën e njeriut dhe se ai do të jetë me të për të thënë çdo fjalë. Në fund Zoti i jep Aronin si ndihmës.
dhe Mojsiu nis udhëtimin drejt misionit të tij. Kështu mbyllet duke treguar se bindja fillon kur besimi fiton mbi frikën. 4 mësimet që nxjerrim nga kapitulli 4 i Eksodit. Mësimi i parë, Perëndia i njeh dobësitë tona, ai nuk e refuzon Mojsiun për shkak të frikës së tij. Mësimi i dytë, fuqia e Perëndisë shfaqet përmes njerëzve të thjeshtë. Shenjat vijnë nga Zoti, jo nga aftësia njerëzore, por nga madhështia e Perëndisë. Mësimi i tretë, Perëndia na thërret të bindemi, jo të jemi të përsosur. Bindja është më e rëndësishme se sa vetë besimi. Po t'i bindemi Zotit, jemi instrument i përdorshëm në duart e tij. Haleluja. Mësimi 4, Zoti siguron ndihmë në misionin në të cilin i nis bitë e tu. Ai e dërgoi Aronin për krah Mojsiut. I siguroi ndihmën që i nevojitej. Lavdi Zotit që asnjëherë nuk na lë vetëm. Haleluja. Tani bëjmë një lutje duke medituar rreth këtij kapitulli dhe pastaj kalojmë në dhjetën e re në Ungjillin e Mateut. Haleluja, faleminderit Zoti i durimit dhe i hirit, faleminderit që nuk dorëzohesh me ne. Kur frika na ndalon dhe dyshimi na flet, na kujto se ti je me ne dhe se ti je ai që na pajis për të bërë atë që ti na thërret. Na ndihmo të hedhim hapa bindje, duke besuar se ti do të na udhëheqësh në çdo fjalë dhe në çdo veprim. Lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Amen, amen, amen. Tani hapim Biblën në dhjetën e re të libri i parë i dhjetës së re, që është libri Ungjilli i Mateut, dhe hapim në kapitullin 15. Tradita e të parëve. Atëherë skribët dhe farizejt e Jeruzalemit erdhën te Jezusi dhe i thanë: Përshëndetje motor Bazire, Almeida, mirë se erdhët, sot ju bekoft. Jemi duke lexuar nga Bibla, jemi tek dhjeta e re te Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 15. Jemi në vargun 2. Përse dishepujt e tu shkelin traditën e pleqve, sepse nuk i lajnë duart përpara se të hanë. Por ai u përgjigji dhe u tha atyre: Dhe ju përse shkelni urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj? Perëndia në fakt ka urdhëruar kështu: ndero atin dhe nënën, dhe ai që mallkon të atin ose të ëmën do dënohet me vdekje. Kurse ju thoni, kushdo që i thot atit ose nënës gjithçka me të cilën mund të mbajë ai është ofruar Perëndisë, a nuk është më i detyruar të nderoj atin e vet dhe nënën e vet? Kështu ju keni prapsuar urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj. Hipokrit, mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: Ky popull më ofrohet me gojë dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre rri larg meje. Loreta, mirë se erdhe motor, Zoti të bekoft. Jemi te Mateut, e Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 15 në vargun 9. Dhe më kot më nderojnë duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga njerëzit. Pastaj e thirri turmën pranë tij dhe u tha atyre: Dëgjoni dhe kuptoni. Njeriu nuk e ndot çfarë hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij e ndot njeriu. Atëherë dishepujt e tij u afruan dhe i thanë: A e di se farisejt kur i dëgjuan këto fjalë u skandalizuan? Por ai duke u përgjigjur i tha: Çdo bim që ati im nuk e ka mbjell, do të shkulet me rronjë. Hiqni dorë prej tyre, ata janë të verbër, prijes të verbrish, dhe në qoftë se një njeri i verbër prin një të verbit tjetër, të dy do të bie në grop. Atëherë Pietri u përgjigj dhe i tha: Na e shpjego këtë shëmbulltyr. Dhe Jezusi i tha: As juve se keni kuptuar akoma? A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë kalon në bark dhe ja shitet në xhiris? Por gjërat që dalin nga goja dalin nga zemra dhe ato i ndotin njeriu. Sepse nga zemra dalin mendimet e mprapshta, vrasjet, shkeljet e kororës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjëra që e ndotin njeriu, kurse të hash pa i larë duart nuk e ndot njeriu. Pastaj Jezusi, pasi u largua qandej, u nis drejt rrethinave të Tiros dhe të Sidonit,
Dhe ja, një grua kananese që kishte ardhur nga ato anë filloi të bërtas duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit. Vajza ime është merrësisht e pushtuar nga një demon." Por ai nuk ju përgjigj fare dhe dishepujt e tij u afruan dhe ju lutën duke thënë: "Lëshoje atë, sepse po vërtet pas nesh." Por ai u përgjigj dhe tha: "Unë nuk jam dërguar gjetiu përveç se te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit." Por ajo erdhi, adhuroi duke thënë: "O Zot, ndihmom." Ai u përgjigj duke thënë: "Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'ua hedhësh këlyshve të qenve." Por ajo tha: "Është e vërtet, Zot, sepse edhe këlyshët e qenve hanë thërrimet që bien nga tryeza e zotërinjve të tyre." Atëherë Jezusi u përgjigj duke thënë: "O grua, i madh është besimi yt, tu bëft ashtu si dëshiron." Dhe që në atë çast e bija u shërua. Pastaj, mbasi u nis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galiles, u ngjit në mal dhe ul atje. Dhe ju afruan turma të mëdha që sillnin me vete të çal, të verbër, me met, sakat dhe shumë të tjerë. I ulën përpara këmbëve të Jezusit dhe ai i shëroi. Turmat mrekulloheshin kur shikonin se memecët flisnin, sakatët shëroheshin, të çalët ecnin, të verbrit shihnin dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit. Dhe Jezusi i thiri dishepujt e vet pranë vetes dhe u tha: "Unë kam mëshirë për turmën, sepse u bën 3 ditë që rri me mua dhe nuk ka asgjë për të ngrënë. Nuk dua t'i nis pa ngrënë, se mos ligështohen gjatë rrugës." Dishepujt e tij i thanë: "Po ku mund të gjejmë në këtë vend të shkretë aq bukë sa të ngopim këtë turmë kaq të madhe?" Dhe Jezusi u tha atyre: "Sa bukë kemi?" Ata thanë: 7 dhe pak peshq të vegjël. Atëherë ai u dha urdhër turmave që t'uleshin për tokë. Pastaj i mori 7 bukët dhe peshqit, falënderoi, i theu dhe u dha dishepujve të tij dhe dishepujt ja dhanë turmës. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën dhe ngritën te pricën e copave 7 kosha plot. Dhe ata që hëngrën ishin 4.000 burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët. Pastaj mbasi e lejoi turmën, hipi në bark dhe u drejtua për në krahinën e Magdalas. Ky është i leximi që kishim për sot. Së bashku lexuam nga Mateo 15, Ungjilli Mateut 15 në Dhjatën e Re. Tani do meditojmë rreth këtij kapitulli edhe mbarojmë leximin për sot. Vargu kyç i kapitullit 15 të Mateut është vargu 18. Ajo që del nga goja vjen nga zemra dhe kjo e ndodh njeriu. Për mbledhja e kapitullit 15, Jezusi na mëson se pastërtia e vërtet nuk vjen nga rregullat e jashtme, por nga zemra e njeriu. Ai përballet me farisejnë që merren me tradita, ndërsa harrojnë dashurinë dhe bindjen ndaj Perëndisë. Jezusi tregon se fjalët dhe veprimet tona zbulojnë se çfarë kemi brenda zemrës. Më pas shohim besimin e madh të kësaj të gruas kananase, e cila nuk dorëzohet dhe i beson plotësisht Jezusit. Kapitulli mbyllet me shërimin e shumë njerëzve dhe ushqimin e 4.000 burrave, duke treguar dëmshurinë e Jezusit për të gjithë. 4 mësimet e kapitullit të 15 të Ungjillit të Mateut janë: së pari, Perëndia sheh zemrën, jo vetëm sjelljen. Besimi i vërtet fillon nga brenda. Mësimi i dytë, traditat nuk duhet të zvendësojnë fjalën e Perëndisë. Bindja vjen përpara zakonit. Para duhet i bindemi Zotit sesa zakoneve njerëzore. Mësimi i tretë, besimi këmbgulës prek zemrën e Jezusit. Gruaja kananaese nuk u dorëzua derisa mori mrekullinë e shërimit të vajzës së saj. Mësimi 4. Jezusi ka dëmshuri për çdo njeri, ai ushqen dhe shëron pa dallim. Haleluja, lavdia e qoftë Zotit. Tani lutemi duke medituar rreth këtij kapitulli, rreth kapitullit 15 të Mateut. O Zot Jezus, mësuesi së vërtetës, të lutem pastroj zemrat tona nga çdo hipokrizi dhe krenari. Na ndihmo të jetojmë një besim të sinqert, të flasim fjalë që burojnë nga dashuria
dhe të besojmë tek ti edhe kur përgjigjja vonon. Të lutem mbushi zemrat tona me dëmshurinë tënde, që të pasqyrojmë dashurinë tënde tek të tjerët. Ne lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Haleluja. Amen, amen, amen. Lavdi Zotit. Tani shohim nëse dikush ka nevojë për lutje dhe të lutemi së bashku dhe pastaj e mbyllim leximin të gjithë me lutje, duke bekuar edhe këto që janë live dhe ata që do të dëgjojnë më vonë. Nuk e di nëse ka shkruar dikush për lutje. Më sa shikoj nuk ka. Që kështu bekoj juve që jeni dhe ata që të dëgjojnë më vonë live-in. Aleluja. Faleminderit Perëndi dashur për këtë live, Zot. Faleminderit që ti je besnik dhe i durueshëm, Zot. Faleminderit për fjalën tënde që na flet me dashuri dhe në të vërtetë. Faleminderit, Zot, që ti na thërret edhe kur jemi të dobët dhe na duron, Zot, edhe kur ne hezitojmë. Dhe që na mëson se zemra është vendi ku fillon besimi i vërtet. Na ndihmo të ecim në bindje, të flasim fjalë që vijnë nga zemra të pastruara nga ti dhe të jetojmë një besim të sinqert çdo ditë. Vullosi zemrat tona, atë që ti ke dashur, vullosi në zemrën tonë, çdo gjë që ti do të na mësosh. Haleluja. Zoti ju bekoft dhe ju ruajtët. Mariana ka frikë për makinën, okay. Aleluja Perëndi, lutemi për motor Marianën, lidhim çdo frymë frike tek ajo, edhe shpallim paqen edhe sigurinë e Zotit në të. Gjaku Krishtit mburojnë mbi të, angjëjt e Perëndis e të mbrojnë pas edhe përpara dhe Zoti vë dorën e tij mbi ty dhe shpallim gjakun e Krishtit dhe emrin e Jezus Krishtit sigurinë në të lartë, lidhim çdo lloj frymë incidenti dhe aksidenti dhe paqen dhe sigurinë në Zotin Jezus. Amen. Për ty motor Mariana. Haleluja. Pra Zoti t'ju bekoj dhe t'ju ruaj, Zoti e bë fytyrën e tij të ndriçojë mbi ju dhe t'ju jap paqe. Qoftë prania e Perëndis me ju në çdo vend dhe në çdo hap që hidhni, ashtu siç ishte me Mojsiun në udhëtimin e tij. Qoftë zemra juaj e pastruar, e forcuar nga fjala e Jezusit, që besimi juaj të jetë i gjallë edhe i vërtet. Bekimi i Zotit qoftë mbi ju që jeni tani live dhe mbi të gjithë ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë live. Lutem në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë dhe them amen. Amen. Pra e mbaruam dhe leximin për sot, mezi pres të dëgjojmë prapë nesër. Paqja dhe gëzimi i Zotit jetë me ju, me familjarët tuaj, të kaloni një pasdite të bekuar, një mbrëmje të bekuar në prezencën e Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Dëgjojmë sërish nesër, bekime mbi ju.